Po ashtu është akuzuar për, nëse kujtoni, për ngjarjen e Kasharit, ku ju bë atentat Emilian Shullasit. Po ashtu është e rasti pra duket e pamit e rasti ku zhduket Stafuka. Pastaj kemi historinë e ngjarjeve e atentatit me Tori Gjeçukun. Ndërkohë ai kishte bërë atentat dhe ka bërë atentate. Pra është një njerëz që i kanë bërë disa herë atentat, po është emri i tij shfaqet gjithandej në ngjarjet që kanë ndodhur, sepse ai vjen nga zona e Liglës ku vazhdimisht aty ka qenë, si them unë, baza operacionale e ngjarjeve që ndodhin në kryeqytet. Dhe nga aty kanë ardhur gjithmonë njerëzit që kanë bërë dëm në kryeqytet. Kështu që ky pozicion që ka patur e ka ekspozuar. Fakti është që Durim Bami nuk hetohet aktualisht për ngjarje para 2019-s, disa nga to unë i përmenda, apo për ngjarje mas 2021-shit. Durim Bami është eksaktësisht për ngjarje që janë konstatuar nga të dhënat që kanë ardhur nga rrjeti Sky. Pra, duket më tepër një hetim historik. Pra nga 2019 në 2021? Nga 2019, prandaj ishte hashashi brenda. Pra, gjithë ky durim i madh, ti do ta çosh për punë hashashi. Dhe bën të pabesueshëm. Po ato kanë kapur ato. Dhe unë vazhdimisht ngul që këto hetime në Sky janë hetime historike. Po su kombinuan me gjëra të tjera, me prova të tjera, me dëshmitar të tjerë, me bashkëpunëtorë drejtësie. Sigurisht që po të shikosh intrigën që është bërë për të vrarë Durim Bamin, organizatat më të fuqishme, më të mëdha në vend kanë qenë të përfshira. O për ta eliminuar, o për ta ndihmuar. Pra, nuk ka ngel njeri aty pa u përfshirë. Thash, është i kombinim jashtëzakonisht i madh. Është Ndokët, Martinaj, Shullazi. Po Martinaj, si është i përfshirë, lutem ta sqarojmë tani. Thash, duhet të kthesh të gjithë historikun. Mos u ngut se do kesh sot diskutohet vetëm ku do ta çojnë durimin dhe a e mbajmë dot durimin të sigurt që të mos i ndodhi gjë. Ky është problemi i ditës që kemi sot. Pastaj ti bëra atë pyetjen, a mund të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë? Nëse ai ka bashkëpunuar një me drejtësinë, pra ka qenë ai rasti që përmenda për çështjen e Meta Doshi, por ai është një njerëz që di shumë gjëra, patjetër, që ka qenë në shumë ngjarje. Është një njerëz, jeta e ka rrahur me vaj me uthull. Pra ku, nuk për shembull, po mos kishte dalë Sky deri aty e kishte një imazh krejt tjetër, jo shumë pozitiv. Sky tregoi ora që kanë bërë disa njerëz që durimi s'po sa qenë kot aty. Pas sa qenë ky. Pra shkurt ai është një minier informacioni tani. Kreu i intrigës. Shikoj çfarë intrigë kanë bërë të tjerët. Dhe pastaj e ke, pra, se po shikoj sot materialet që kanë nxjerrë dhe media, po nga që e kemi këtë memorie në shkurtër dhe nuk shkojmë të lexojmë se çka ka ndodhur. Për shembull aty e nxjerrin në një ngjarje që ky me Marglen Hakën, po bënin atentat. Ndërkohë Marglen Haka del me të tjerët me Shullazin e Visi që po kërkon të godasi Durim Bamin. Pra, janë kaq shumë intriga aty, sa vetëm ata do t'i sqarojnë. Tani dua të ndaloj vetëm 2 momente përpara se më fal edhe po kam dhe pak këtu. Pra, pse Durim Bami, patjetër që është një minier për ngjarjet që kanë ndodhur, është një minier arkiv. Po pra. Pra, ta zbërthesh, ta çkodosh atë. Edhe Sky nuk ka dhënë kaq shumë informacion sa mund të japi. Por thash është njëri që jeta e ka rrahur me vaj me uthull. Përmendë pak më parë që duhet të dinë ta mbajnë apo jo. Dhe patjetër, dhe ai mendoj unë, dhe ai do të jenë rrethana jashtëzakonisht të forta dhe shtrënguese të bësh njëri si Durim Bami që të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë. Sepse ai bën një llogari. Thotë, nëse unë bashkëpunoj, çfarë fitoj? Bën një llogari. Ai ka njerëz jashtë, ka familjar jashtë. Bën llogaritë ai. Në fakt çfarë bonusi është nëse bëhet i po pikërisht për personazhe, shiko, kush janë bërë bashkëpunëtor drejtësisë tek ne? Ke parasysh kush janë bërë? Njerëz s'kan mundësi tjetër. Nureddin Domani për shemb. Nureddin Domani si shkonte më. Dhe u bë dhe prej natë, po çikosh deklarimet e para të Nureddin Domanit, janë të gjitha në kundërshtim me çka ka thënë tani mbrapa. Dhe çka po dalin proces. Po prap aty nuk e heqin statusin e bashkëpunëtorit. E mbajnë, edhe pse ka gënjur, edhe pse ka transformuar ngjarjet siç ka dashur. Kush është tjetër? Jo Ali Bey, ai vran gjithë fisin, ku të shkote? Pa ju për bashkëpunëtor tjetër drejtësie. Është Luftar Reçi. Ti e vran s'kish ka shkote. Janë dënimet, dhe pasojat që i kanë detyruar ata të bëhen bashkëpunëtor të drejtësisë. Bashkëpunëtor të drejtësisë, sipas meje, pra që mund të vlenin, që mund të jepnin goxha informacion, janë rangje më të larta. Po ata nuk e bëjnë këtë gjë. Tani, 2 momente të lutem. Ka kërkuar që të lëviz
të iki nga 313 në një burg tjetër, sepse aty ndihet i pasigurt. E para kjo, dhe e dyta për të ma sqaruar pak, pse këto ekstradime nuk ishte mirëfilli ekstradim si që përmënde nga Dubai, kur ne nuk kemi një marrëveshje shtet me shtet? Nuk shpun, ne kemi bërë një lloj marrëveshje me njëri tjetër, të dyja shtetet, për të lehtësuar të që unë e quajta deportim, se nuk po më vjen termi fiksisht. Pra, për ekstradimin, është tjetër për, e di pse e them këtë gjë, sepse atje ka shumë shqiptar të dënuar në Shqipëri, të kërkuar në Shqipëri që jetojnë atje. Kam biznese, kam familjet. Nëse do t'ishte ekstradimi, do t'i kthenin gjithë mbrapsht. Aty është, po të marrë një nga emrat Hajdar Çopja, nga më të rëndësishmet. Sot. Po e vllai Frans Çopjes, vllai i madh. Pra, nëse do të ekzistonte kjo gjë, dhe i ka gjithë familjen, do të sillnin atë. Fakti që se sillin atë, është Eldi Dizdari, është i burgosur, vazhdon të jetë i burgosur atë. Pra, ka shumë personazhe, që mos filloj të bëj numërimin unë, që ndodhen atje. Dhe nuk i kanë sie, pra, po të ekzistonte marrëveshje e ekstradimit, në 22 vendeve, siç e kemi me çdo shtet evropian. Financiare apo fillimisht, sepse Dubai nuk është maj që ka qenë. Pra, ne nuk e kemi, kjo ka ndodhur mbaj mend që nga koha kur ministri i Brendshëm ka qenë Taulan Balla. Ndryshoi kjo situatë. Deri aty Dubai ishte një parajs fiskale dhe penale. Pra, ishte parajs fiskale sepse nuk të pyeste ku i ke gjetur paratë. Do të investosh, investon. Por nga ana tjetër nuk të jepte shtetësi, të jepte vetëm leje qëndrimi, dhe nga ana tjetër ishte parajs fiskale sepse kështu penale sepse nuk lejonte ekstradimi, nuk ishte llogarit Belgjika me gjithë ato përpjekje që bën Mbretëria e Belgjikës, njeriu i parë që ka marrë është Frans Çopja. Njeriu i parë është shqiptar, që e ka mëruar, që e ka, kishte 4 vjet që e kishte marrëveshjen dhe nuk merrte dot njeri. Dhe kërkonte një nga trafikantët më dhejsh maroken atje, dhe nuk e merrte dot. Por sa ju dha mundësia të marrë Frans Çopin, e ka marrë dhe e kanë gjykim. Pra, pse nuk është? Sepse po të ishte kjo marrëveshje, të gjithë thatë ose do t'ikni nga Dubai, ose do ishin ekstraduar, dhe do kishin ardhur këtu. Fakti që nuk i kanë sjell, dëshmon pikërisht që aty është Dritan Gjika. Nga më të kërkuarit, nëse kujton kush është Dritan Gjika, është personi që ishte financoi dhe fushatën e presidentit Guillermo Lasso në Ekuador. Pra, u cilësuan që nga njerëzit më të afërt të tij, lidhi direkte me kunatin e presidentit atij që u ekzekutua. Pra, ky ishte një nga pjesëtarët që kandidati për president e etiketoi në Ekuador dhe u vra. Kështu që pra, atje ka shumë personazhe. Tani për t'ju përgjigjur pyetjes time, pse ka kërkuar këtë transferimin në burg tjetër? Shiko, për shkak të asaj që thash shkurtimisht, telegrafikisht, sepse thash unë duhet të flas sot sepse ka shumë të dhëna dhe është një kërkon shumë kohë me sqaruar për atë sqarosh sot Durim Bamin, çfarë po e kuptoj. Por ajo që ka kërkuar dhe është krejt normale. Po pse kush është te 313 që mund ta ndjej si rrezik, si potencial rreziku? Atëherë, Durim Bamin në çdo burg që ta çosh, gjithmonë do kesh problem. Gjithmonë do jetë dikush që ka problem me durimin. Ky është durimi. Pa aty ku është pse? Për shembull, nëse tani, së dyti, në momentin që durimi është sjell dhe është çuar te bloku i sigurisë, mos gaboj, nga bloku i sigurisë do çojnë te burgu 313, që mbahet sot si burgu më i sigurt që është në kryeqytet. Edhe për shkak se ka spakun në afër dhe GKK-n dhe ty personazhet cilën më njëherë aty. Kjo besoj është foto e fundit e Durim Bamit. Po, thjesht për informacion ka kërkuar që të shkojnë në Fushkruj, në burgun e Fushkrujit. Dhe në burgun e sigurisë të lartë, 313, ku ndodhet dhe ish presidenti Meta, aty ndodhet së pari Emilian Shullazi. Pra, unë sa po tash që... E bërë historikun, patjetër. Që në momentin e parë, ku janë lidhjet me Shullazin, sepse kur është bërë atentati kundër Shullazit në qafën e Kasharit, Durim Bami ka qenë i akuzuar. Kur është zhdukur Stafuka, në fakt ajo rrumbye u vra. Dyshimi ishte prapë që për të justifikuar që s'ka qenë Durim Bami te masakra tek atentati i Kasharit,